Cristian Panucci pritet të jetë timonieri i ri i kombëtares shqiptare. Detajet të vogla kanë bërë që italiani të mos nënshkruajë ende, por zyrtarizimi i tij është çështje orësh. Tekniku italian brenda 48 orëve pritet të mbërrijë në Shqipëri për të nënshkruar kontratën me Federatën Shqiptare të Futbollit. Panucci me kombëtaren Kuqezi do të përfitojë 20.000 euro në muaj, ndërsa gjatë 2.4 viteve italiani do të marrë plot 560.000 euro. Po kush është Cristian Panucci? Ai është një emër shumë i njohur në arenën ndërkombëtare për sa i përket karrierës futbollistike, pasi ka luajtur me ekipe si Milan, Roma, Inter dhe Chelsea. Ndryshe nga futbollist, karriera e tij si trajner nuk është shumë e pasur. 44 vjeçari ishte ndihmës trajneri i Rusisë në vitet 2012-2014. Më pas u largua për të marrë drejtimin e Livornos për sezonin 2015-2016. Në 2016 zyrtarizohet trajneri i Ternanës dhe së fundi pritet të marrë timonin e kombëtares shqiptare Kuqezi.